me këshir me data dhe me kalendar nuk ka pas edhe datë më të vëndshme. Është data e fundit që ka pas mundësi më caktu seanca konstituive. Edhe nuk kam komend për gatishmërinë e pushtetit, partisë pushtet për formimin e institucioneve. Kjo është me zgjat një pet derisa të kputet që me testu edhe durimin tonë. Sa më herët që është e mundur. Bile nuk ka qenë as arsye as pjesa e LDK-s, se me seancën ka mujt me konstitu edhe më herët, edhe me formu qeverinë, sa për, si me thonë, shkëmbimin e pozitave për qeverisë, vendosja e ka bodhe në legjislaturën e kalume, pra nuk ka qenë problem asnjëherë formimi i qeverisë e pastaj negocimi i pozitave të ndryshme për marrëveshje. Mendoj që sa më herët që është e mundur, maksimum javës tjetër, nuk e di sa janë afatet kushtetuese, po do sa më herët që është e mundur. Me gjyku momentumin aktual, ku shihet që nuk ka ndonjë farë shpresë ose potencialisht një kandidat, për shembull tash sot mundet me propozu vendosja një kandidat për president. Nuk do me thonë patjetër me mojt konferencë për shtëp. Një eksponent i vetëvendosjes mundet me tregu një kandidat për president dhe ish foli, ish pa sa është përkraja për atë kandidat ose kandidate. Po qysh po shihet nuk e kanë edhe interesin për këtë çështje, se me formimin e institucionit, me stabilizimin e vendit, dritë të transparenca dhe llogaridhënia për vetëvendosjen, e që nuk është në favor tyne as pak. Ata i kanë votat shumicë, edhe në pushtetet tjera, edhe në vendet tjera. Ai që e ka shumicën, ai e ka edhe drejtën më të madhe të propozimit. Na 100 njerëz me i propozu, tani vetëvendosja nuk jemi në pasarel, nuk jemi tu garu për mes. Edhe me thonë kjo po pëlqen, kjo s'po pëlqen, kësaj pja vendosi notën 8-9. E kanë interesin e vendit, i njohin plotësisht mirë figurat kombëtare tona, edhe mundën me propozu një vetë, e pastaj me këshyr në sa është përkraja në përgjithësi. Caktimi i 6 gushtit kishte me pas kuptim të kishte ndodhë në qoftë se përgjatë gjithë kohës kishte pas dinamik të vetëvendosjes së shumicës parlamentare për mujt me ardhur deri te një marrëveshje, deri te një ide. Krejt çka ka ndodhë 2 takime, ka ndodhë 4 konferenca për shtyp dhe asgjë tjetër. Ku vendi dhe Kosova duhet t'i ketë institucionet e veta. Mirë po, për të pas shtet funksional, duhet me nënshtru rregulli demokratik. Rregulli demokratik edhe verdikti i popullit është shumë i thjeshtë. Për qeveri, për qeverisje i ki votat. Urna, qeveris e ki edhe kryetarin e kuvendit. Për kuvend nuk i ki votat. Duhesh me ul, me gjetë një figurë unifikuse, një figurë përfaqësuese dhe jo një figurë të partisë në pushtet, e cila do të funksiononte si një degë politike vetëvendosjes dhe jo si një institucion që do të kishte synim thelbësor ushtrimin e funksionit kushtetues dhe unitetit të vendit.